tek ju. Po unë të shokin ngushtë me Aldo. Më kujtohet një moment, Keli, që Aldo bëu shpirt gati se po na pret Keli. Po pret Keli aty. Po pret Keli. Tashi është një gjë që... Ka pas prit Aldon për të pirë, që pini këta. Se di, se si ishte... Mamane i birë pini më burë tani. Se si ishte kjo gjë, edhe kjo pastaj kur më ftuat, tash unë, është ajo, thash. Si ngell hatri Aldos për mu, mos ki më rak. Jo. Apo je zënë me Aldo? Jo, po të flasësh rreth Aldos, është një gjë që unë e kam brënda, nuk e kam fol asnjëherë, sepse unë nuk nxitohem, asnjëherë unë e dua kur vjen koha dhe momenti, atëherë gjërat e mia që vinë nga burimi shpirtëror. Ska ardhe ko momenti për të folë për Aldon? Si të duash, unë jam gati. Jo, lërë Aldon. Kelt mira besoj. Kemi tjetër çështje. Okej, po du them. Ta lëm një momentin e ti. Them që rreth atit ka shumë, është një mrekulli, unë jam rrit në mënyrën emocionale, shpirtërore, kam evoluar. Me Aldon. Dhe pastaj unë nuk e, edhe në televizion që shkova në Elbasan, nuk e gjitha do të vetën. Se ke punu në Elbasan televizion? Po. Nuk e kam gjithë, Ika. Nga televizion? Ika është magji. Kush? Aldo. Me Aldo më është magji. Të jep diçka që ti nuk e gjen dot. Nuk e di, shpresoj. Uroj që të kemi... Të bëtë të t'jesh mirë edhe të fronë që të si shpirtërore. Kam një gjë shumë të bukur, jo kollaj thuhet, sepse gjëja e bukur është e çmuar brenda. Është një mënyrë origjinale për të luftuar konkurrencën. Kështu që tani që tha Fatimi, ktheheni gjithë te Aldo. Jo. Nuk ka lidhje kjo gjë tash ta kthejmë aty. Juli që ka te Aldo? Jo, kjo ka qenë program i vitit 2012. Ishte një kohë ku Juli merrte rrogën pa bërë gjë në plan dhe vetëm gjë që mund të bënte dilte në emisione, ty justifikonte pagesë. Me atë kam shiko. Sa gjëra. Mezi, unë Fatime Mezi gjeta, redaktorja Joni gjeti, se për mua ishte shumë e vështirë. Se cila je. Po unë pas kam parë non stop atëherë. Ashtu? Sa ke ndryshuar, Fatime? Ka ndryshuar për mirë. Ndryshuar për mirë. Unë them se jam më e bukur tashti. Je më e bukur tani. Dhe do të thotë që yoga të bën të bukur, pra. Yoga të rinon. Yoga e di yoga të bën shumë të bukur. Yoga të heqë rudhat. Fatime të bëj pyetje, sepse kanë po më bullizojnë. Si duken syzet e mia? Ja të shikoj një çik. Këto tregojnë shumë trendi. Koleg, është filmi Up. Është një zotëri vjetër i cili ngjitet në qiell. E kam parë atë film. Është film me kartona. Mu më pëlqejnë këto. Edhe mu më pëlqejnë shumë. Ke meshkujt kur kalojnë pak në trendi kështu. Po pra. Asa e bukur Tirana. Se e bukur Tirana. Ua, shandi. Fatime, se ke pare vetin që kur ke qenë këtu, ka qenë viti 2013. Ka një fashinot tjetër kur e shef në... Po, tamam. Shikoj, unë në base make-upi, në base mund më ndryshoj. Unë jam shumë kështu pa make-up. Nuk e di. Në base make-upi mund të më ndryshoj, nuk? Se një ka shumë Juli dedhës. Si? Pse japim Juli non-stop? është një vjetë e që ti do i rikthesh televizionit, ke një projekt, ke një... Jo, unë jam kështu pa projekt fare, unë jam në momentin që më paraqiten, unë i pranoj si shtot filozofi Aristoteli. Ato vinë në kohë në momentin e duhur, dhe kur vinë, ti duhet t'jesh gati, dhe unë gjithmonë jam gati në gjithë drejtimet, në përgatitje në kështu, dhe nëse si japë. Dhe se nuk paraqitet, unë jam gjithmonë gati, ashtu them dhe në palestër, se thonë gjithë kjo, dilë këtu, dilë, jo, unë jam gati, nuk e di. Ti ke një palestër, apo jo? Po, në Elbasan. Kam 25 vjetë, ashtë unë që mere me këta. I bën vetë kurset e jogës? Po, unë bëj vetë. Vetë nuk... Pse e zbathur sot? Se do bëjmë yoga. Do bëjmë yoga. Po, pas yoga, sepse unë gjatë gjithë kohës... Ta në qëfë se unë duhet të të shoqëroj, që duhet bëj? Duhet të heq pucet? Po, pa tjetër të heq. Bëhet yoga me çorape? Bëhet yoga, tashi e mira është që ti ta ndjesh kur prek. E ndjen me gjishtin që ka dalë nga çorape, e ndjen. Ka ndjesi. Ka ndjesi njeriu. Se ndjesi është vetëm që ti të ndjesh. Duhet ta ndjesh tokën. Është ndjesi, po është ndjesi, sepse është pjesa që... elektrone me tokën. është fusha elektromagnetike. Ne kemi bërë dhe në fizikë. Në qofë se ti ndjen atë të shollën e këpucës. Po kjo. Mirë shumë. Ku je këtu? Shikoj, këtu është
Këtu është vendi im I pushimeve. Nuk është në Spile. Hotel atje. Është në Spile. Unë nuk jam në hotel, unë jam me kamping atë. Shko me kamping, bashkë me Unë qëndroj vetëm, unë qëndroj me kamping, po. Atëre, këtu nuk e lidhset e tutave, tu pas ke një tatuazh. Që kuptimi ka? Shakra? Po, jo, kuptim ka këtë, në momenti që ka marrë nga Greqia, s'kam ndajtu shumë vjetë në Greqi, është epoka e jo të tërës, e pjesës, e përmbysura, që e mendojnë e mira dhe e keqe. Aty është, nuk është sëja infinit lartë, po shikon poshtë. Poshtë. Si kuptoj këto? Janë kode. Kode dhe unë e kam gjetë kështu edhe vazhdoj që prandaj dhe janë jogat që ne mos të jetojmë pjesën, po të tërë. Këto kodet ty të ndihmojnë për ardhmërin? Kodet për të kuptuar. Për të kuptuar. Kodet të kuptosh. Po vetëm kodet e tua, apo kupton dhe kodet e tjera? Jo, kodet, jo të gjitha, unë nuk jam shumë... Për shumë, kur folje sot me Fabin, kur folëm dje? Par dje, kur kemi folë? Kemi folë gjithë fundjavës, por kur folëm për herë të parë. Qa kodesh ka Fabi që nuk për e zbërthejmë do të që ta martëm? Qa kodesh ka Fabi? S'ka si loj kodi, Fabi është shumë të bërnë për njërë. Ka shumë fushë elektromagnetike, është magnet. Magnetizon. Koleg, magnet. Magnetizon. Unë kam pas besim gjithmonë të yoga. Dhe e kam në mbjemër. Fatime, por me yoga je marrë për para sa viteve, se dikur ke patu një profesion tjetër. Po, unë kam pas një profesion që se kam tash asë një herë. Që është? Që është fillova elektriken. Okej. Kam qarë. Ka qarë dhe babi im, bashkë me mu të dy. A pëse të qunë me zorë? Po, ishte që nga jo që unë isha, një fëmi I përkëdhejur. Po, gjithë se si goca shumë dashuri, ishe shumë e forë dashuria. Dhe të qunë të elektrike? Ajo ka qënë në ekstrem. Shkoj edhe ria kështu si e ngrirë. Ti ke qenë dhe goce bukur, aty vetëm quna do kemë pasë. Mirë, kjo më ka shoqëruar faktikisht. Unë asë një nuk e kam ditë, se kam qenë kështu. Në paraqitje këtë, asë njerë dhe... Asë nuk e qenë ndërgjeshme që... Që e kisha këtë brënda vetes tim, në paraqitjen time, jo brënda vetes time, se është gjithë tjetër e bukur brënda. Ti qenë modeste si natyrë. Nuk ma thosht asë një këtë, thjesht që... Edhe unë kam pas të njëtën tragedi me ty, kur u bë djali pastaj 20 ca vjeç kuptohet që isha I bukur, sepse ai më gjante mua. Djali I gjanë nënës e ti dhe ti e ti shumë mirë. Okej, goca, më gjanë mua? Jo. As goca, e tani. Ka marrë më të bukurat e tua, koleg, 2%. Bullizohem regullisht në këtë studio. Do filloj jogën që t'jem më I qetë. Por Fatime, ti këtë profesion, pastaj doje vazhdove për sa vite? Shiko, kjo profesioni im vazhdoj, por unë për krak sajt, vazhdova dhe ka përseva që të kisha një rok të mirë, të ardhurat të mira, unë vazhdova për te I kësajt. Për te I kësajt do të thotë shkolla lartë. A bërë shkolla lartë? Po, bëra. Për? Për elektrike. Inxinjeri? Ti inxinjere? Po. Mbarova këtë, po me jo dashuri. Se jo dashuri. Thjesht që të ndjesha mirë me veten time, edhe më kapi dhe ajo pjesa që nuk e bëra këtu, kjo është, kjo tu servir për para, filloj edhe merja të bukrën. Pse që di, unë më kam bo mësus me zorë, as I ditë s'kom punu. Ate e kam bo doktor me zorë, as I ditë s'ka punu. Po. Mësus. Tjetra është mësus e anglisht. Jemi dështakë, mes dështakë është rrilësh. Por është kjo gjeja që është e bukur, unë për shembull e gjeta veten Greqi, ati ishte një gjë shumë e bukur. Je, vetë nga që ke gjetë veten Greqi, se gjithë ankohen për Greqin. Shiko, po, e di pse ankohen? Ankohen sepse nuk janë ato që të përqëndrohen, të qëndrojnë dhe të kesh një ëndër brënda. Ke një ëndër. Ti kishe një ëndër. Ishte ëndra ime që unë të bësha instruktore, të bësha mësuse fiskulture. Po. Pse kjo të pëlqente, këtë kishe pasion? Po. Dhe unë nisa që në Elbasan u dashurova me një sportist. Shikoj tashti. Filluan. Pas ka pasur ndikime.
Qifti bukur jeni, me thonë drejtë. Filluan ato me fjalë që unë të gjeja një sportist pak të nuk i gjeta brënda vetës time, por... Vidje bëni, dhe më ti e mirë dhe në kickboxing, apo ja? Qa sporti ka pas bërë bashkëshorti? A i ka qenë një boksier, alpinist është, po janë dhe familje boksierësh. Vlaja ti ka thyrë rekord, kurse bashkëshorti im është alpinist. Alpinist edhe unë jam dashuruar dhe më ka bërë kur ka qenë shumë dimër ftohtë, kanë kapur majën e Gramozit, nuk e të se mbaj mënd të ashtë ku ishin, dhe unë marnita dhe mbeta pa fjalë më duk një tamam si ato zotra që pushtojnë ato majet e majeve që, si që është maja Olimpit, aty që janë zotrat, janë ullu në përfond, më duka ashtë gjigant dhe madhështor, thashun, po, ky është që unë do gjej vetën. Edhe të lumët. Që do gjej vetën. Ky do ma japi gjithë të gjën e bukur brënda. Po, po. Është e bukur alpinizmi, është e bukur, por... Jo, edhe për Fabin, ajo është një shumë sportist, po nuk po e gjen vetën të gas një... Njëra e medaljes, po ana tjetër medaljes, një sportist alpinist nuk ka spektator. Është dhe jekër. Po, pra. Dy gjëra. Është jekër? Janë dy gjëra. Shiko, unë për mënyrën time, një gjë e butë, kështu dashuri, e brisë kështu, më duke shqik që kjo gjëja më e forës të gjduhesh. Me gjatë, e pas një sistemu mirë, aty të bëj yoga, mos bëj boks. Okej, pra ndaj edhe këto gjëra, shikoj si vi, se është shumë e bukur. Njeriu duhet, nuk arrin gjërat që atë ti ta gjesh me njerët, kapësh majat, po ti kape majat. Fillon dhe nuk e gjem bukur. Ajo vjen bukur. Dhe ta gjesh bukur. Bukur me nga dalë dhe të jesh e qetë dhe ti marrish gjërat jo me një herë. Avash, pra. Ti ndjesh. Ju më duke sikur jeni shumë të dashuruar dhe sot e kësaj dite. Po, sepse ka kode njeriu. Ka kode. Qa kodi mund këtë kolegu? Ka kode. 1, 2, 3, 4? Jo, kam 4, 3, 2, 1. Ka kode, si shtam atë që është fusha magnetik. Po, qa fushe magnetike kam? Si zbulot, për shumë të një person që është vërtet njëri i mirë dhe të bën ndihesh mirë. Çfarë përjetojmë? është dhe ekulibrimi, prise janë shumë trupa që ne duhet të flasëm. Njeriu brenda ka 7 trupa, What? 7 trupa. 7? Po, 7 trupa. 7 çakrat apo jo? Po, pra ne dhe janë 7 çakra që ti të hysh një mbas një në këto trupa, se ato janë kështu si dimensione. Kanë emra? Ka dimension, po pa tjetër, kanë emra. Si 7 trupa si dimensione? Me shtresa? Ne shikojmë vetëm trupin fizik. Këtë që duket, e dukshmja. Kurse të pa dukshme ne nuk e njohim, është mister, edhe prandaj dhe themi ne të njohësh vetë vetën. Pak e vështirë duket. Por, 7 trupa? 7 trupa, po unë nuk them se unë kam arritur 7 trupa. Jo. Se 7 trupa do të thotë, janë këto, janë mbi njerëzorë, si që ishte Buda, këto. Por këto gocat që dalin këtu në fotografi? Janë ilustruese joge. Por do të dalesha pak si e zbulove ti pastaj dashurin për jogën. Se ndalim tek sporti, tek edukimi fizik. Po se Fatimia tregon ka i bukur sa unë jam përthithur komplet nga biseda. Po janë shumë gjëra të bukura sepse janë, shikoj, është si puna, vjen si puna aty të fëmisë, unë kështu jam djerë. Në të panjohurën, gjithmonë bëhe, wow, si një fëmijë, që ti mëson nga e parë, pra ti s'ke mësua si gjën jetë. Të më ti çuditesh gjithmonë. Unë gjithkohë ngelem kështu, wow, them. Edhe kjo e panjohura, po sa e bukur, sa të rëmben, sa të jep brenda vetes tënde, një pra largohesh nga ky realitet, ky realitet. I pjesshëm, bota. Bota. Do më largohesh nga realitet. Bota, e sendeve, bota, sepse është burim egoizmi. Burim egoizmi edhe ti largohesh. Në Greqi njohe jogën? Po, unë në fillim, nuk është, pa, tu e njoha, po në fillim, unë kam baru për aerobi, dhe këtë doja të thoshe në Greqi. Greqia nuk mendoje ti që punë mendore apo fizike, e gjeje vetën tënde, pa ndryshim, aty ku ti ndjesh e mirë dhe atë ti që bën më bukur, kë bën ti, pa dalim, nga ana fizike apo mendore, nuk ka lidhje. Aty humte kjo, shuhesh kjo gjëja, ky lloj ndryshimi, të gjëra si që kemi ne. Ne jemi sot
të bëjmë gjithë punë mendore, dhe nëse ti se do, vetëm të punosh në zyre, kurse atje nuk ishte kjo. Bëje punë fizike atë që ti bën, dhe unë pata atë, si me dhe fatin tim, që të zgjidhja që ato unë bëja mirë. Këta që bëjnë yoga në përgjithësi nuk hanë mish. Nuk hanë mish? Tashi, e di pse, sepse lopa është një fraktal i tokës, pra është perëndesha e tokës, që thot Gaia. A, Gaia? Gaia, Kau, Gaia, gjithë to janë... Pse Gaia është lopa? Perëndesha, është perëndesha e tokës. Pse ka, po është për lopën bëhet fjallë? Po lopën pra. Sepse është pjellore, prandaj. Po, sepse ushqesh me qumë, është e kështu, dhe ajo përfaqëson tokën, se dhe toka kështu është. Dhe prandaj s'mu ta ham do të lopën. Kjo është që... Po mi ham delin. Kjo është që ne e vuajmë sot e kësaj dite. Shiko, unë ke kjo pjesa e këtyre e mishit e këto... Jo, se ndaj, po brënda vetës ti me di që kjo është perëndesha tokës dhe kjo është, ashtu është dhe toka, është si gjiri lopës, si ty të ushqen me qumësh, kështu të ushqen dhe toka. Se pi qumësh. Jo, është në mënyrën kështu me ta figurative. Jo, figurative, nuk është se... Po, tafkosi ti s'bo? Tavkosi, po, të shti, ne bëjmë në Elbasan. Pra, se më trëmbet. Tavkosi, Elbasani e bënë, po. Ti mund të bësh dhe me mishpula. Po, dele mirë. Si është qasja e vajzave grave në Elbasan? E duan jogën, vinë të palestra? Të bezdisin kur bën joga ti dhe e vetëm? Kjo nuk është se ka hyrë në fillim, unë mësova si aerobi. Nuk është se mësova për yoga. Sepse ti në fillim duhet të dish bazën, nëse ti nuk di aerobi, nuk di bazën e të gjithë ushtrimeve, ti nuk mundesh do të bësh një jogiste. Kështu e kam mësuar unë. Nuk mund të them do të njështë vinë dhe direkt ke yoga. Pastaj unë erdha në Elbasan për të sjellë dhe ishte ideja, sepse unë kam ditë në Kret, dhe në Kret ishte forca e gruas. Forca e gruas është kjo në Kret. Është heroina e famshme Arbanita se nga Kreta. Është në Kret. E ditë cila është... Dhe duke ushqyra ti se sa forcë, dhe se si vjen kjo, dhe se si duhet... Bubuli? Se si duhet ushqyër, unë e sola në Elbasan. Në Elbasan. Si ishte qasja? Nga Kreta në Elbasan? Jo, pritë, se zbrita në Selanik. A, zbrita në Selanik. Zbritave në Selanik. Pas ke pas një stacion mes të... Pritë, se janë gjëra që ti duhet të... Pas ke qeni rafër detit. Po, duhet të kompletoshi që se... Po, pra. I ke mundësi, nuk e pse nëzitosh, se ti për shumë vetën, unë mësova atje që të gjeja qetësin, dhe gjëra ti mund të gjesh dhe 20, dhe 50, dhe 60, dhe 70, dhe 80, dhe 90. Nuk e ftot shukuris bas? Jo, nuk kam ftot, sepse ta shti është ajo gjëndja brënda emocion, se dhe dite hanë sot, shiko, unë kam shumë problem të hanë. O, Keli, dite hanë sot, e disa e bukur që është e parë një herë. Një muaj të mbarë, e dyta një gjafë të mbarë. Falemderit, po. Është një dy gjafë të bukra sot, kene nga bashkon. Po. Dhe gjë tjetër është, ishte dhe ndryqimi i hënës. Hënë plot? Po, hënë plot. Kur? Dje, breva flokët nëse rriten. Nuk ka qenë neshja se pash. Nese, nuk është nevoj për ta parë. Po jo, po se më qmëndi dje, kam esur 3 orë, nuk më latë shofin e qjellin. Po e ndjen shumë. Ndjen? Tamam, e ndjen këtë gjënë. Do nuk do është, janë kodet, këto e simbole. Beson të i këta njerëzit uqër që kur është hëna plot ullërasin? Ullërisi, po. Beson, ha? Po janë, këto janë të vërteta, nuk janë kod këto. Kodit pysë, toka e sheshta për rumullakët? Shiko, unë si mbasë... Si masteje. Ta shti, unë nuk është se jam ke kjo pjesa që të zhbiriloje. Të kem, ti si e ken ndjesin. Unë nëse tem unë dhe kjo është e vërteta. Po. Unë si mbasë, si që kam dëgjuar nga guruja ime, se unë kam gurun ti me Afërdita. Afërdita Zaja ne kemi pasur shumë herë të shtuar. Është guruja ime, është një mrekulli, kam gjithë dhe vetën atë, se gjithmonë një ju kërkon Afërdita është... A nuk të bezdis fakti që është më ere, se sa ty është shumë më ere? Ska lidhe. Afërdita është... Jo, ska lidhe, mund t'jesh... Programi Lotus mund t'je një pjesë kushto. Ti mund t'jesh 90 vjeqë dhe... Ty dhe mos më dëpri se është shumë argument i rëndësishëm. Nuk mund është të thuash që unë jam... Guruja jote 90 vjeqë dhe i papjekur akoma. Po e disi tha aji se ne dalim nga një kështu në këtë shta filozofi. Aristoteli. Aristoteli është tjetri, është Sokrati. Sokrati, kështu tha, dhe Aristoteli këto, kanë thënë para se të vdesin, edhe që unë kam ditë se kam ditë
kam ditë në shtratin e vdekjes, pas kam ditë asë gjë, sepse universi, gjithësia... Këtë e ka thënë Sokrati. Ka thënë Sokrati. Po dhe ai e ka... Janë të gjithë këto. Dhe Lea Ypi e thotë të një. Të gjithë e thonë, sepse ti e aq i vogël para universit që nuk mund është dot. Tani, toka ishte shesht, që a thotë? Si mbas afër ditës, toka thotë është shesht, sepse nuk është e rrumbullakët. Po si mbas fatit? Si mbas meje, edhe unë ashtu... Ti si e ke ndjesin? Unë e kam ndjesin, se po ti të rrumbullakët, si që ndrojmë ne kështu, ishte rrumbullakët, do kishim rana. Të bishim sa djata, sa majtas, po kjo... Ja, argumenti shkete. Fati ti thua që yoga mund të parandaloj sëmundjet ndryshme. Po. A ke pasur ti në palestrën tënde gra, vajza, që nuk janë ndjerë mirë? Për sëmundjen e tokës kam i gjumë, që nga që mbështetesh në tokë dhe eliminon sëmundjen e tokës. Nga në shëndetësore dhe e kanë gjetur, janë ndjerë mirë pas i kanë bërë yoga? Unë mirë me yogat është kjo, por unë kam sjellë një risi tjetër. Kjo ishte më tepër kështu, si mision, bënd të bota, unë mblodhëm në Greqi, sepse unë dhe seminaret. Ti e akoma selanik, dhe s'ka ardha, akoma në bason. Shkoj po nuk kam këtu, nuk kam mundësi, po të bërë seminar. Po, kështi bëj. Këtu jemi të gjithë të shkëputur. Shko të kjo seminari Ermal Mamashit, shumë bukra. Unë nuk dua ty fare, po hym të Ermali, po ti më largon mu nga gjërat e mija. Unë dua të ashtë ta kem përna në gjithë shka. Sorry, po e largon nga gjërat e veta. I largon gjithmonë të këndë. Ma merë të ashtë muaj pjesën atë që juve ma jepni. Unë është e imja të ashtë këtë. Ma lini mua dhe s'ka njëri tjetë. Do Ermali me ardhë të yoga let vi. Nuk ka lidhje kjo gjë. Unë vetëm të dua që mos ma merë një kohën time dhe ja jep një Ermalit. E kishim të gratë që... Sa i notë paske këtë Ermalin? Jo i natë, unë e dua. E dashke ti? Po e dua në këtë kuptim. E do negativisht? Jo negativisht, jo. Jo, një qitë më qartë. Lëre, po pëse do japim kohë ati të vazhdoj me jetë? Po pra, po, ama kur e thot ti e do apo se do, kur flet ashin në televizion, e ndjek dhe thot, që pati me mua, po pëse e tha kështu? Jo. Unë i dua shumë njerës që të dalin, që të kontribojnë, të japim. Masi të marrësh emisionin tu, da presësh Aldon që të marrë dhe i emision? Unë s'kam taku asjerë me Aldon. Nuk e njoh. Nuk e njoh. Pra nda e do shumë. është një guru, Aldo. Nuk e njoh. Kështu nuk e njoh, fare. Po ta shofësh në rrugë, ke nevojë të vemi tepsi të... Te toka bjem dakord, po Aldo nuk është i sheshtë. Me që ka mesh Aldo tani më pëse. Po pëse e keni marrë këtë zakon dhe ti dhe kryeministri merrni me njerëzit më shumë? Me të klanin. Shumë gabim. është shumë e bukur. Gjithë atyre që janë njerëz dhe jemi marrë me ta. Mendoja, e ka menduar vetë këtë gjën për të mos u parë me Aldon. Të ishim largë, dhe të djenë frekuencat për energji. Ma fusi pak Aldon direkt ku është kotë. Intuitën. Qa stacionet të buzika në ludëm. është thjesht energji. Energji është. Pra, ku më qoni në dimensionin e Aldos, më shkëpusin të ashti. Po pra, e shkëputëm. E kishim të vajzat dhe gratë, që gjenë vetë në që ta them bukur, nuk më jep një mundësin që unë të filloj të hy në dimensionin e Aldos. Dhe ishte kjo që unë isha për seminar, ishte një mision, duke qenë kjo sëmundja e keqe, pandemia, duke menduar dhe në Elbasan është shumë problematike, kjo sëmundje ka marrë shumë për masa, është përhapur shumë, dhe uftuam në Selanik. Për kancerin. Dhe uftuam në Selanik, dhe bota, një ranë e medaljes ty të kryon këtë gjëndje, janë një pjesë, kurse anë ati dhe ty të shpëton. Dhe është kjo që të bëhen, janë morën programet, ushtrime specifike, por jo vetëm për ato që vuajnë, më duke sikur i shumë anash teje. Jo, je shumë mirë. A do të rishtë mes? Jo, për të parë që je komunikoj. Jo, po ajo ri me kasat dhe ka halë dhe profilin. Jo, thjesht jam duke të dëgjuar profilin. Okej, atëre, nuk është se vetëm për këto sëmundjet që kanë prekur organizmin, por edhe për të shërbyer se si ti ta parandalosh dhe ti të japësh jetë gjatësi vetes për një shëndet të mirë. Do t'u ashtë për shumë të shfarë mund të prekem, mund së prekem nga smundja, se së është ajo që do vishti që je me këtë smundja dhe ti mos vish. Atëre do thotë që ti ta parandalosh, sepse
T'ishtë gjëndra, si teroide, çdo gjëndër që funksionon në trup, është dhurat e Zotit dhe ajo shteron. Po këto infraktet i ndalon me? Po pa tjetër, jo se ndalon infraktet, po ti... Ke një shëndet si për shembull, të mirë. Koleg, po flasim për infraktet. Jemi në fund, koleg, jemi në fund se ka fluturoj. Nuk e di nëse kemi 1 minutë kohë vetëm për të bërë yoga. 1 minutë vetëm, të improvizojmë diçka. 1 minutë yoga? 1 minutë yoga? Thjesht në një ushtrim. Për shëndetjen e diellit? Po, për shëndetjen e diellit. Sa bëjmë do dhe? Mund ta bëjmë pa. E bëjmë, po është një gjë shumë e vogël për mua, sepse ishte edhe sot ndriçimi, pra si që ka ndodhur me Budën, se dhe Buda, kur ishte hëna e plot në diçoj. Ta bëjmë për shëndetjen e diellit. Rrymat e kundërta të menduarit, pra gjendja emocionale. Ditën e hënë, gjendja mendja rëndohet. Gjendja rënd, pra ka lidhje dhe emocionale. Emocionalisht rëndohet. Pra, për ne duhet thosha që këto to shterojnë, pra, shterojnë, janë dhurat e Zotit, pra ndaj dhe ne kërkojmë që të... Që mos të mbasim më shumë sekonda, le ta bëjmë një përshëndetje të diellit? Ashtu? Po. Do të çojmë unë apo jo? Po tashti në shej kështu. Ço koleg, ço nëse do të shpërtosh nga infrakti, do të zëri infrakti. Hajde. Hajde mos ka gjë. Unë po ju ndjek me kërshëri, koleg. Okej, prit ul pak palën e këpucës, kështu të pantallona. Duart kështu. Ua sa bukur? Ua shumë bukur. Ti vë dhe syzet? Jo. Po, vini dhe syzet që jenë shumë trendi. Me syzet, më pëlqenë. Burat i qik trendi, është ajo magjia. Jo të syze, po hajë. Vazhdo. Është magjia. Fusha magnetike. Shpëndan, sa herë që të deshti këto, pa, fillon dhe të shpëndash, por është dhe një gjë tjetër, fusha magnetike, por nuk e di, s'pat më kofa, si gjë temi. Do vi prapë. Atëherë. Po. Fati. Përqëndrohemi, Fati? Atëherë përqëndrohemi. Duhet që të ekulibrohemi. Është ekulibrimi 2 gjysmësferave. E djathta, e majta. Kush është e djathta? Njëri është i pavetëdijshëm tash ti, Kjo. E djathta, gjithmonë duhet themi, e djathta e majta. Kjo është e djathta. E djathta. Kështu keni? Bravo. Shumë i pavetëdijshëm. Koleg, bëj vetëdijshëm. Mendja është një mekanizëm që robotzohet. Sa herë që të bësh i pavetëdijshëm, e djathta dhe to e majta, është problemi për ty pastaj. Jo për ty, se s'do ndodhi. Okej. U përqëndrua. Atëherë përqëndrim. Trupi është ndarë në 2 gjysmësfera, e djathta e majta, po sigurisht edhe mendja është ndarë në 2 gjysmësfera. Atëherë ne duhet të ekuilibrohemi. Rrim drejt, i vendosim të dyja, shikoj të dyja pëllëmba, që të bëjmë ekuilibrimin, po kështu, që të bëjmë qëndërzimin. Duke bërë qëndërzimin, atëherë ne fillojmë që të ngrejmë dhe duar plak, të dyja si qenë, opa. Po nuk i ngrejmë dhe... Mbushe me frymare dhe opa, frymëzere, e gjatë dhe thellë frymëzera, ta ndjesh deri ke kërtiza. Se aty është qëndërzimi, që të bëjmë qëndërzimin. Unë dhe geni është më unë presentata. Lartë edhe njerë tjetër. Dhe ulemi në dalë. Mirë shumë. Frymarja është që bëjmë ne. Që të qëndërzohesh dhe fjala të ketë kuptim, do zë, do qëndërzim. Do zë. Do zë, Pytje kam unë, pytje, se më bëjgjit më pytje. Jemi në fund, koleg. Kur jemi gjysëm trupa, ose gjysëm hemisfere, se toka është e sheshtë? Po jo, kjo është qekulibrimi, pra, qekulibrimi nga erdhi ekulibrimi nga qekulibrimi. Dhe që ishim gjysëm sfera, ishim gjysëm sfera. Dy gjysëm që qekulibron, e djata ka toka pse ishte sheshtë. O, Fatime, po kur është i pira i që bën yoga, ku ka pirë gjithë fundjavën? S'kam pirë këtë fundjavën. Të dime të falenderojmë shumë, të bëmë një përshëndetje tani, faleminderit që ndruat me ne. Namaste. Shqipnaraja. Ne kemi Shqipnaraja. Shqipnaraja. Këtë një kolegu, si në fare serios. Jo shqit. Shqipnaraja. Shqip. Ati shumë faleminderit, që shumë kënaqësi. Gjithashtu. Do vish prap, Fati. Do vish prap. Ashtu? Po. Shumë faleminderit. Shihemi pas pak. Ja, qëndrojmë këtu. Po të bëjmë fare.